Selvie jau përlot rjetin para Ramazanit. Tavolina jon bosh pa shpatin 36.096 ditën e nesërme nis muaji i shenjtë i Ramazanit, dhe dhimbja për mungesën e njerëzve të dashur bëhet edhe më e fortë. Selvie jau, bashkëshortja e këngëtarit të ndjerë Shpat Kasapi, ka bërë një dedikim rëqetës për të përmes 2 fotografive bardhë e zi, ku shfaqet e përqafuar me shpatin. Selvia ka shprehur boshllëkun e madh që ndjen në prag të këtij muaji. Ramazani po vjen një vend në tavolinën tonë do të jetë bosh, ashtu si që është jeta jon pa shpatin, ka shkruar ajo mbi imazh, duke konfirmuar se dhimbja e humbjes mbetet e freskët. Në lutjet tuaja këtë muaj, ju lutem mos e harroni edhe shpatin. Një lutje për shpirtin e tij. Allahu e mëshiroft, ka qenë mesazhi i saj prekës. Në përmbyllje të postimit, ajo ka gjetur forcën për të uruar ndjekësit, e juve inshallah Allahu ua lehtësoft dhe ua pranoft këtë muaj të bekuar. Për lajmet më të reja nga Showbizi, na e bëni subscribe kanalin tonë, ju faleminderit.